Kompania Arcus Security në bashkëpunim me organizatën Women for Cyber Kosova organizuan një ngjarje rrjetëzimi që synon të bashkojë akterët kryesor të fushës së sigurisë kibernetike në Kosovë. Ky event shënon një hap të rëndësishëm drejt fuqizimit të grave në teknologji, duke festuar certifikimin e 10 vajzave të reja që kanë përfunduar me sukses trajnimin intenziv 3 mujor në siguri kibernetike. Kjo iniciativë, përveç se promovon barazinë gjinore, forcon kapacitetet vendore në një nga fushat më të rëndësishme të sigurisë bashkëkohore, tha ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves. Yeah, well, this has been a fantastic project. Ky ka qenë një projekt fantastik i cili ka qenë i mbështetur nga Anglia, ku është mundësuar që këto 10 vajza të ndjekin trajnimin për siguri kibernetike. Disa prej tyre edhe punojnë, por ka nga ato që studiojnë dhe unë uroj që ato të arrijnë shumë me këtë industri vërtet rëndësishme për Kosovën, rajonin dhe botën. Është shumë e rëndësishme po ashtu që kjo industri po prezantohet nga djem dhe vajza të cilat nga viti në vit vetë se po shtohen dhe kjo më gëzon shumë. Një gjë tjetër që dua të shtoj është fakti se Kosova fal tyre, fal suksesit që kanë treguar, mund të ecë përpara më shumë në këtë drejtim dhe më e mira, certifikimi i këtyre vajzave jo vetëm është një arritje personale për to, por edhe një hap i rëndësishëm drejt një shoqërie më të sigurt dhe më të barabartë në epokën digjitale dhe jo vetëm Kosovë, por në tërësi. Projektet e tilla nuk janë asnjëherë të mjaftueshme, u shpreh Gjanan Karaqa, drejtuese e organizatës Women for Cyber Kosovo. Ajo shtoi se fal bashkëpunimeve të tilla po krijohen mundësi të reja për brezat e rinj, veçanërisht për vajzat, që të jenë pjesë aktive së ardhmës digjitale të vendit.